Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht e falënderoj Allahun azza wa jalla i cili na mundsoi që të jemi në këtë vend sot. Elos Allahun ashtu siç na bashkojnë këtë vend, na bashkojnë në xhenetet e tij. Me lejnë Allahut azza wa jalla sot do të flas diçka rreth një teme e cila ka të bëjë me një shtresë e shoqërisë e cila është e veçantë, e cila është e kufizuar në disa aspekte, edhe janë të sprovuar me një sprovë të rëndë. Ta shohim se si Islami i ka trajtuar ata dhe realisht si pejgamberi është sill me ta. Ne dimi gjithë që Allah Azza wa Jalla i dalloi krijesat e tij. Disa prej tyre kanë ngjyrë ndryshe, i dalloi poshtë edhe në pamjen e tyre, fizionominë e tyre, në aftësitë e tyre. Disa prej tyre Allah Azza wa Jalla i sprovoi duke u marrë ndonjë mirësi prej trupave të tyre. Prandaj i shef shoqëri që ka njerëz të cilët janë të verbër, e disa i shef që janë të paralizuar, e disa tjerë i shef që nuk kanë mundësi që të lëvizin fare, e disa prej tyre i shef që e kanë një problem prej problemeve që i kufizon aftësitë e tyre në krahas njerëzve tjerë. Kjo është urtësia e Allahut Azza wa Jall. Megjithatë Allahu Azza wa Jall robërve të tij nuk i bën padrejti. Kur Allahu Azza wa Jall sprovon robën e tij, Allahu Azza wa Jall e dot. Dëshiron që ta pastrojë nga gjunat, dëshiron që të ja ngritë gradat atij, po njëkohësisht Allahu Azza wa Jall u kompenzon dhe u azaventson me diçka tjetër në këtë dynjë. Keni pa shpeshherë që ka njerëz të cilët janë të verbër, megjithatë memorizimin e kanë të fortë. Janë të verbër, mirë po disa prej shisave kanë shumë më të afta se sa njerëzit të cilët shohin me sytë e tyre. Ka njerëzit të cilët ndoshta çalojnë, ose ndonjëri prej tyre edhe fare nuk e kanë, megjithatë ka aftësi që të tjerët nuk i kanë. Këta persona të ne njihen si persona me aftësi të kufizuara ose me nevoje të veçanta. Unë thash që Islami i ka trajtuar qysh herët, edhe pejgamberi e ka dëshmuar me veprat e tyre. Ne sot shohim që ka shumë organizata dhe shoqata që merren me ta, për shkak se shoqëria zakonisht i ka dëbu, edhe nuk ka dëshiruar që të jenë pjesë e shoqërisë. I kanë bulizu, i kanë përshmu, i kanë përbuz, qoftë në përshkollë, qoftë në institucione, apo në përgjithësi në jetën e tyre do thotë private. Andaj gjitha këto shoqata që janë sot dhe që luftojnë për drejtat e tyre, Islami që sherrat i ka trajtuar dhe i ka rregulluar. E ta shohim inshallah me lenin Allah se si pejgamberi është sill me këta njerëz që kanë pas aftësi të kufizuara ose nevoja të veçanta. Unë thash se ka për njerëzve që thonë se si ka mundësi që njeriu të merret me ta trajtojë çështjen e tyre, ose do thotë thjesht të mundohet që ti përmirësojë ata ose të kërkojë ilaç për ta. Kjo për një besimtar që i beson Allahut edhe pejgamberit e tij dhe që i beson ditës së Kiametit nuk mund as që të paramendohet. Po lëra me kaq, kjo edhe njeriu vetëm se nëse nuk ka njerëzi në shpirtin e tij mund t'i thotë këto fjalë. Po megjithatë gjejmë njerëz të cilët fatkeqësisht i thonë këto fjalë. Te besimtari është e kundërta. Për neve prezenca e tyre është mëshirë, sepse neve na mëson dhuntina Allahut Azza wa Jall, ti je mirë elhamdulillah, syti ke, këmbë ti ke, nuk je i paralizuar, lëviz lirshëm, ai tjetri i ka këto probleme, ta kujton mirësinë e Allahut Azza wa Jall, ta kujton dhuntinë e Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta ka dhënë ty, edhe nxit për me falendëruar Allahun Azza wa Jall më tepër, edhe për me ditë vlerën shëndetit edhe më tepër. Normalisht edhe për ta është e mirë sprova, për shkak se Allahu Azza wa Jall kur e sprovon robën e dëshiron që ta pastron, të ja ngritë gradat, po edhe njëkohësisht është një e mirë po shoqërinë, se prezenca e tyre nuk kupton mëshirë për gjithë neve dhe po ashtu edhe rrezik që do ta shohim më vonë me lenin Allahu Azza wa Jall se si e trajtoi këtë çështje. E para, për asoj se si është sill pejgamberi Allahut Azza wa Jall kur i shifte ata i nxiste për durim. Dhe po ashtu pejgamberi i përgëzonte ata me xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Normalisht ata njerëz janë ndjeshëm shpirtërisht, edhe nuk kanë nevojë që dikush t'i përbuzet ti në çmoj. U mjafton atyre sprova që e kanë, edhe nëse ti shkon edhe i përbuz i nënçmon, atëherë vetëm se realisht i shkatron. Pejgamberi e dinte mirë mentalitetin e tyre dhe shpirtin e tyre, prandaj pejgamberi tha me një hadith siç e transmeton Enes ibn Malik, thotë që kam dëgjuar pejgamberin duke thënë që Allahu Azza wa Jall ka thënë, kur unë ja marr dy dashurit e tij robit tim dhe ai bën durim, unë atij ja kompenzoj me xhennet. Pejgamberi qartë përcjelli mesazhin e Allahut Azza wa Jall. Në këtë rast Allahu Azza wa Jall tha, kur unë ja marr robit tim dy dashurat e tij, qëllimi është për dy sytë e tij. Për shkak se kur
Njeriu të realisht i merren ato dy sy, i merren ato mashtrenjtë që i posedon trupin e tij. Syt e tij janë ato që nëpërmjet tyre sheh, e dallon të mirën, e dallon të keqen, e sheh të dashurin e tij, të afërmin e tij. Njeriu jeton thjesht realisht ashtu si është më e mira. E kur ja merr Allahu subhanahu ato dy, realisht e sprovon, edhe sprova është shumë e rëndë. Prandaj pejgamberi sa tha që Allahu subhanahu ka thënë edhe bën durim. Durimi i tij nuk është durimi i thjesht, është durimi i cili kufizohet që të jetë për hir të Allahut subhanahu. Prandaj me një hadith tjetër pejgamberi sa tha që Allahu subhanahu ka thënë kujti unë ja marr ato dy dashurat e tij, bën durim edhe shpreson në shpërblimin e Allahut, unë nuk jam i kënaqur të jap shpërblim tjetër atij përveç xhenetit të Allahut subhanahu. E shpërblimi i tij do të jetë xheneti i Allahut. Mirë po kusht që kur Allah subhanahu e sprovon me këtë sprovë të rëndë, ky person bëje durim për hir të Allahut subhanahu edhe shpresojë shpërblimin e Allahut subhanahu. Normalisht që kompenzimi është i madh. Mirë po megjithatë, kur njeriu logjikisht e mendon se këtë dunjë do të jetojë 20 vite, 30 vite, 40, 50, 60, po edhe 70, edhe 80, ajo kënaqësi që e gjen me shikimin e tij nuk mund që të krahasohet me kënaqësinë që e gjen në xhenetin e Allahut subhanahu. E kompenzimi është shumë i madh. Prandaj thonë edhe dietarët, ky hadith është argument se Allahu subhanahu do thotë robin i cili bën durim gjatë belave, Allahu subhanahu është problem me xhenetin e tij. Dhe kur Allahu subhanahu ja merr atij dy që i doj shumë, që janë sytë e tij, edhe nuk ka mundësi që ta përjetojë kënaqësinë e tyre në këtë dunjë. Ai shpreson kënaqësi që do t'i marrën xhenetin e Allahut, që normalisht janë kënaqësi afatgjate të përhershme për gjithmonë. Krahas do thotë atyre dyshive që i kanë në dunjë, mirë po i ka të kufizuara për një periudhë caktuar, e ndoshta edhe gjatë pleqërisë, vetëm se i dobson, ndoshta dikuri, ndoshta di hum krejtësisht. Pejgamberi sa me një ditë tjetër tha: të shëndoshët, ata që kanë gjendë të shëndosh në këtë dunjë, dëgjoni mirë këto hadithe. Për shkak se shpesh herë te ne kemi këto problematika, pse mua Allah po më sprovon, pse Allah tjetri nuk e sprovon, dëgjoni mirë. Për shkak se janë tema që shpesh herë kemi problematika në kuptimin e tyre. Pejgamberi sa më tha, ata që janë të shëndosh në këtë dunjë, do kishin dëshiruar ditën e Kiametit, kur t'i shohën të sëmurët dhe ata që kanë pas belo në këtë dunjë, se si Allah Zogjel ish problem ata, këta të shëndoshe që kanë qenë dunjë, do të dëshirojnë ditën e Kiametit që trupat e tyre në këtë dunjë t'ishin prerë me gërshër. Lëkurat e tyre t'ishin prerë me gërshër, ta kishin pas ngje atë dhembje që ata e kanë ngje dhe e kanë marrë shpërblim të madh ditën e Kiametit. E andaj mos u çudit se ata persona që sprovohen Allah Zogjel i pastron edhe i ngrit ngrada dhe u hap xhenetin e Allahut Zogjel. Andaj mos u mërzit nëse sprovohesh. Mos u mërzit nëse Allah Zogjel ta çon një bela. Mos e keq kupto çështjen e sprovës me mendu që Allah po të ndëshkon. Po edhe sikur me qenë një lloj ndëshkimi në syrin e parë. Realisht është mëshirë prej anës Allahut Zogjel që Allah dëshiron nëpërmjet asaj sprove të kthen rrugën e drejtë. Për shkak se ti realisht e ke humb rrugën tënde, edhe nuk je në rrugën e drejtë. E Allah Zogjel ta tërheq vërejtën, thot o robim, moti sta kam dëgju zërin që më herët shpeshherë luteshe, falshe, agjeroshe, mirë po tash e ke arru Allah në Zogjel. E Allah Zogjel në këtë formë dëshiron që robin e vetë ta ktheje ka veqja. Kjo realisht është mëshirë, e nuk është dënim. Edhe pse vështrim parë duket që është dënim, mirë po realisht është rahmet edhe mëshirë për jonës Allahut Azza Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i shehte ata njerëz lutej për ta. Transmetohet se kur një sëmur shkonte te Pejgamberi sallallahu edhe po ashtu i asillnin atij atë të sëmur ose vetë pejgamberi Allahut e vizitonte një të sëmur, pejgamberi Allahut lutej për ta. Ne shpesh kur shkojmë për të vizituar të sëmurët tonë në spitale, zakonisht keni po nuk u japim asnjë shpresë. Edhe asnjë fjalë optimizmi. Zakonisht ne bile i demoralizojmë edhe më keq. Në vend se të thojmë Allahu të shëroft, bën sabër sa është pastrim, ne themi atyre shpesh kemi dëgjuar, ka qenë edhe dikush i sëmur si ti. Po s'ka mujt me bo sabër, ka ndru jetë. Po ti e demoralizon e shkatron njërin. Ai bolle ka gojën e vetë, smundjen e vetë, ti edhe më keq edhe e demoralizon e shkatron. E pejgamberi se kur ja sillnin dikë, apo shkonte e vizitonte, apo vetë i sëmuri vjen detaj, pejgamberi se thoshte edhe lutej, edhe hibil bes, rabben nas, o ti zoti njerëzve. Largoje ose largoja dhimbjen
këti të sëmuri. Ishfi u anë të shafi, o Zotë shëroja sepse ti me të vërtetja i cili shëron, la shifan illa shifauk, shifan la ju gadiru sahama. O Zotë, ti e i cili shëron, me shërim të plot, që nuk ka shërim qëtër përveç se shërimi it, shërimi i cili e largon sëmundjen edhe nuk e kthen ma. Allah Zogjel është ai i cili shëron. Mjeku kuron, kurse Allahu shëron. E me thonë që Allah Zogjel, ose me thonë që mjeku shëron është gabim. Normalisht është gabim edhe gabim i madh për shkak se kjo cilësi përket veç Allahut Zogjel. Ata Ibn Abi Rabah tregon se Ibn Abbasi një ditë për ditëve i tregoi atij për një grua e cila ishte në Medinë ngjyrë zezë e gjatë në trup. Edhe i tha Ibn Abbasi, a dëshiron të tregoj për një grua e cila është prej banorëve të xhenetit. I tha ata Ibn Rabah, po. Tha, po shef këtë grua? Tha, po. Kjo grua erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve. Edhe i ankua atij që po alivanosit. Kishte problem me epilepsin. Dhe për pejgamberit Allahut Azza kërkoi një gjë që sot neve as nuk na shkon ndërmend ta kërkojmë atë. Kjo grua e kishte problem epilepsin. Dhe shpeshher ndodhte që alivanosej edhe t'i zbulohej trupi i saj. Kërkon për pejgamberit Allahut Azza që t'i lutet Allahut që në momentet kur bie mos t'i zbulohet trupi i saj. E sëmur, e arsyetume për shkak se njeri kur alivanoset nuk e ka mendjen të qellt. Edhe mundi që trupi t'i shpaloset normalisht. Sot i ketë qellta, pasëmura, edhe e shfaqin trupin e tyre, pas një problemi që pas një marrë. Kjo grua kishte turp, kishte marrë. I vinte marrë dhe këtë gjendje t'i shpaloset trupi i saj. Edhe i tha pejgamberi sa ja Rasulullah, lutë Allahun për mua. Pejgamberi sa i tha asaj, tha nëse ban sabër e ke xhenetin. Nëse dëshiron që të lutem, atëherë do lutem që Allahu shëron. I tha jo ja Rasulullah. Do bëj sabër, mirë po ja Rasulullah, lutë Allahun që kur alivanose në momentet epilepsisë, atëherë mos të shpaloset trupi im. Edhe transmetohet se kjo grua kur vetëm se fillonin krizat e saj, shkonte edhe kapej për qabën, ose do të shkonte kapej për atë mbulesën e qabës që ishte në atë kohë. Edhe qëndronte ashtu derisa i kalonte kriza e saj. Kjo grua kishte turp, kishte marrë. E pejgamberi e dinte rastin e saj. Bashkëngjente me dhembjen e saj. Nuk e kishte problem kjo epilepsi. Nuk kishte problem se bante durim, bante sabër. Problemi që diku tjetër. Problemi që ne sot asnjë mendojmë fare. Ti kur shkon te mjeku, ai vetëm se nëse thot shpalose një pjesë trupit, jo vetëm se një pjesë, ti shkon e shpalos krejt. Edhe nuk i fare marrë. Hiç nuk vjen marrë, hiç. As që të intereson, as burra, as grua, ose gruan tënde këtë. Ama hiç. Pastaj thu, jo, çka ka ndalë këta? Si po flasin këta? Po kjo është prapë mbeturi. Nuk ka problem. Se cilë merr funi gjënon me vete, ama realisht Islami nuk mëson ashtu. Edhe ky Islam as Islam burimul, që ky Islam që neve na ka mësuar Allahu subhanahu pejgamberi i tij. Ne nuk kemi Islam tjetër. Ti mundesh me komentu si dush, mundesh me trajtu tekste si dush, është problemi jot. Ti e merr funi pasojë, nuk ka problem. Etiketimet, akuzat janë tuat, nuk ka problem. Funi kujra nuk i ban dam. Mundesh pas shumë ti që i ban dam vetvetes, mirë, por realisht kështu kanë jetuar ata, prandaj edhe janë ngrit ata. Prandaj edhe muslimanët kanë qenë nivel shumë tjetër. Krahas neve sot që jemi sot ku jemi edhe ankojmë në vazhdimsi se kemi probleme. Normalisht, ma herët nuk i kemi pas. Mirë, po vinë edhe krejt është rezultati gjërave tona, edhe pasojë do thotë tmetave tona. Ibn Haxheri rahimahullah kur e komenton këtë hadith, dikush thotë po mirë, pse kjo grua nuk kërkoi shërimin? A ka mundësi që dikush ta kërkojë shërimin? Po. Ibn Haxheri thotë kjo vlen nëse personi është i fortë, i fuqishëm, me iman, edhe ka mundësi t'i bëjë ballë smundjes atij, të ky person nuk ka problem nëse kërkon shembull që të merret veç me luçe, edhe mos kërkojë shërimin në aspektin e mjekësisë ose do thotë ilaçeve farmaceutike. Pavarësisht asaj se lejohet nuk ka problem, ose lejohet bashkimi i tyre, mirë, po ka njerëz të cilët si kjo grua nuk do. Thjesht do xhenetin, Allah do sabër edhe vazhdon. E thotë nëse ai e di që është i fortë me iman, edhe di që është i fortë, bindje, edhe ka bindjen e tij të fortë në Zotin e vet, edhe zemra e tij është e lidhur fort me Allahun Azza wa Jall,
atëherë mund që të vazhdojnë normalisht, nuk ka problem, këtë aspekt nuk ka gjuna me lenë Allahu. Pejgamberi sa për kujdeset për gjendjet e tyre, edhe çdo kur folte me ta, kur bisedonte me ta, i zgjidhte fjalët më të bukura, më të përshtatshme për ta në emërtimin e tyre. Ti sot kur e shef një person i cili është i verbër, çka i thu? O ti qorr. Apo kur e shef një person i cili çalon, çka i thu? Çka i thu? Çka i thu? O ti i cili sakat. Ka mos s'më kujtoj kësi. Sakat. Këto terme janë terme për buse, apo? Edhe ata kanë ditë me shpreh, po nuk i kanë shpreh. Pejgamberi sa nuk i ka shpreh këto shprehje. Pejgamberi ndryshe ka vepruar. Ne e kemi një shëmbulltyra jonë është pejgamberi sa. E pejgamberi Allahu Azza wa Jall kur shkuan, siç e transmeton Xhabri ibn Abdullah, kur shkuan ta vizitojnë njërin prej sahabëve, ta shkojmë deri te Basiri. Basir do thotë personi i cili sheh, i cili shikon. Ai ishte i verbër. Ta po shkojmë deri te Basiri, te fisi Beni Waqif, që ta vizitojmë. E thonë dietarët, ky person ka qenë i verbër. Pse pejgamberi sa nuk i tha atij, po shkojmë te i verbri, që Allahu subhanahu wa taala kur e ka përmend në Kur'an, ka thonë leysa alal a'ma haraj. Ka thonë nuk është problem, ose nuk është mëkat për verbrin. E ka etiketuar si i verbër, për shkak se i verbi është i verbër. Mirë, po pejgamberi nuk ka thonë kështu. Thjesht pejgamberi Allahu Azza wa Jall ka dashur në këtë formë ta përshojë një mesazh, që ata njerëzit kanë nevojë për bashkëndjenja, edhe kanë nevojë për me përshkruaj një mesazh i cili është mesazh optimizmi, jo mesazh pesimizmi. Jo me qenë pesimist, ai bolli ka brengat e tij, e ka hallin e tij, edhe nëse ti e poshtron, atëherë kjo është edhe e rënd. E thon dietar, Allahu Azza wa Jall kur e ka përmend Kur'an verbrin e ka përmend si i verbër. Edhe poshtë e ka përmend rastin e pejgamberit me Abdullah ibn Ummi Mektumi, ku ka thonë abasa wa tawalla an ja'a al-ama. Ka thonë ja ktheu shpinën dhe e vrojti fytyrën e tij kur ati shkoi i verbri. Po poshtë Allahu Azza wa Jall e ka përmend një rast tjetër, ose në disa raste ka përmend për disa persona që janë të verbër, por jo në sytë e tyre, janë të verbër ku në zemrat e tyre. Allahu Azza wa Jall tha fa innaha la ta'mal al-absar. Ka thonë kjo nuk i verbron syt, walakin ta'mal al-qulub fi al-qulub allati fi sudur. Ka thonë pa jo i verbron zemrat të cilat janë në gjokse. E thonë ulemat që ky person ka qenë i verbër në syt, tamam, po është e vërtet, mirë po zemra e tij ka qenë e cila ka po. E prandaj pejgamberi sa më ka thonë el basir, që ky me sy nuk ka po me dy sytë e tij, po ka po me zemrën e tij. E më e keqja normalisht është kur më e keq është kur nuk shef zemra jote. Se ndoshta me sytë e tij nuk me sytë e tij nuk shef, mirë po me zemër shef, e adhuron Allahu Azza wa Jall. A dini sa ka vëllezër që janë të verbër, edhe nuk e kanë problem. Hifzin e tyre e kanë shumë të fortë. A dini sa ka për tyre që janë ulema, dietar. Në mes të tyre ka qenë Abdulaziz bin Bazi, muftia i mërshëm, po është Abdulaziz Ali Sheikh, tash i cili ndroi muftia i mërshëm e Arabisë Saudite, dietar, mëdhenj, aq dije kanë pas, aq njerëz që mëdhenj, edhe pse kanë qenë verbër. Pse zemrat e tyre i kanë pasur që kanë pa dhe nuk kanë pas problem, sepse sytë e tyre nuk kanë pa. Për mes se mundojnë vazhdimsi të i rrit shpirtërisht ata, të i ngrit, të ngrit atyre shpirtin edhe të aqarcoj atyre që trupi tyre nuk është peshorja e reale që Allahu Azza wa Jall e gjykon dikë, a është i mirë apo jo. Nuk ka nevojë dikush të ngjehet i privilegjuar ka një person i cili ka të meta fizike. Ai ka të meta, Allah Azza wa Jalla ka sprovu. Mirë po ti nëse e ngjen veten që je i privilegjuar ka shi ti, te Zoti jot atëherë gabon. Për shkak se nuk kupton se e meta e tij fizike, aftësitë e tij të kufizuara, Allah Azza wa Jalla nuk e ka dashur, edhe ka sprovu e ty të kalon mirë, se për shkak se ti je njëri mirë te Allah Azza wa Jalla. Jo. Përkundrazi, bile ndoshta është ti je shumë i keq te Allahu, ai është shumë i mirë te Allah Azza wa Jalla. Abdullah ibn Mesudin e keni dëgjuar gjithë. Shpesh Abdullah ibn Mesudi, sahabi i madh, me vlerë të madhe te pejgamberi sa. Abdullah ibn Mesudi ka qenë i zaifshëm, i dopt. Derisa këmbët e tij kanë qenë shumë dopta. Një ditë për ditë pejgamberi sa i thotë atij hip me një pemë që të morë pemë e misfakut. I keni pa misfakun ai druni që e përdorin për dhom. Ajo është normalisht realisht është një dru i madh, po pastaj ajo prehet pjesë edhe do thot degat e saj edhe bën misfak, ai druni i vogël. Edhe i thot pejgamberi që të hipe në deg edhe ta kputë një misfak. Të kputë misfak. Hip Abdullah ibn Mesudi frima e madhe edhe fillon të lëkundë si zaif shumë. Ka pas pak kile. Edhe njerëzit fillojnë për me qish.
Edhe i thot pejgamberi më thotë atyre, pse po qeshni? I thonë ja Rasulullah, po qeshmi për shkak se këmbët e tij janë shumë zaifta. Apshe gati sa frima nuk peqon. E pejgamberi më tha pasha që shpirti im është në dorën e tij. Tha këto dy këmbë janë në peshore në ditën e Kiametit shumë më të rënda se sa kodra Uhudit. Ata që kanë qenë numër, që kanë qenë në Hax, që kanë qenë në Medinë e kanë po kodrën e Uhudit. Tash bile pak është rrafshu, por atko ka qenë kodrë më e madhe. E ti paramendoj tash të peshoje këto dy këmbë, Allahu i Mesudit veç këmbë. Peshojnë më shumë se kodra Uhudit është punë shumë e madhe, apo? Mirë po, edhe pse ka qenë shumë i dopt, mirë po ka qenë me zemër të madhe. Kur e kanë pyetur Hudhaifën, i ka thënë na përshkruaj njërin prej sahabëve, cili ka qenë i ngjashëm në virtyte edhe në sjellje, ngjashëm pavarësisht me pejgamberin sa ose. A dini për cilin ka thënë? Për Abdullah ibn Mesudin. Sahabët kur kanë thonë na përshkruaj dikë që është i ngjashëm në virtyte, moral, në sjellje, si pejgamberi Allahut kanë thonë Abdullah ibn Mesudi. Çfarë burri i madh ka qenë? Burri i madh. Edhe pse trupin e ka pas të vogël, andaj ne kur e shohim sot dikan që është i zaif, edhe shohim që as do thotë i vogël i unë, thotë, a be s'ka petina ka kur jam, kupton? A moralisht nuk është ashtu. Nuk maten te Allahu subhanahu nuk maten kështu peshorën. Te Allahu subhanahu kush matet? Realisht matet zemra jote dhe veprat e tua, jo pamja jote, fizionomia jote edhe pasuria jote. S'luan rol. Sa do ti me qenë i madh, trup madh, s'ka lidhje nëse zemra jote është e kaltë e prisht, te Allahu subhanahu ti nuk vlen ama hiç fare. Pejgamberi i vizitonte edhe i përgjigjej nevojave tyre. Pejgamberi i vizitonte, nuk i largonte. Ata ishin persona me nevoja të veçanta. Pejgamberi shkonte i vizitonte, nuk e kishte problem. Fare. Ne kemi problem, mi thonë me shku me vizitu njoni që ka një problem i cili është i kufizum nafsit e ti, ose personi ka të meta fizike. A shkon? Jo. Ose të meta mendur? Jo. A dhe thua i shmendur am kutën. E budall. Shka shkoj taj? Pejgamberi shkonte i vizitonte. Transmeton Aidban ibn Malik, ka qenë sahabi i cili ka dëshmu në Bedr, ka qenë prej Ansarëve. Se shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, sytë me i kam dopta. Jam imam në xhami. Ka qenë imam në një xhami. Thot kur bie shi luginën që e ka pas mbushet me ujë dhe s'ka mundësi që të shkojë tu afale namazin aty. I tha ja Rasulullah, a ka mundësi ti me ardh deri te unë, deri te shtëpia? Po du me ardh edhe mu fal në shtëpinë time, që unë atë vend ku falësh ti, ta marr për vend falje. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall tha do ta bëj inshallah, do vi inshallah. Kjo tregon se pejgamberi sa është për kujdes për ta. Ky njeri ka pas problem. Ka qenë i verbër, mirë po lejohet që i verbri qëtë imam. Nëse sot na del neve një verbër, a le imam, a i falësh mas, pikpyqje. Thot që ka mundësi një i verbër me na dal imam. Po, lejohet me dal i verbri imam, se i verbri duhet me ka mundësi me ditë shumë se sa ti, Kur'an, tamam, a del po, ban me dal, pse jo, nuk ka problem. Kjo kallzon që i verbri lejohet për me dal imam. E dyta, kjo kallzon që pejgamberi Allahu Azza wa Jall ka shku te një person e ka vizitu, edhe pse ky është me vlerë më të madhe pejgamberi Allahu se saj, po nuk është problem. Nëse dikush është me vlerë më të madhe, lejohet për me shku te ai i cili është më me pak në vlerë se saj. Pastaj tha do të vi, inshallah. Çdo herë kur fol për tallmën, thu inshallah. Lidhe me vullnetin e Allahut, se ka mundësi me ndryshu çështjet. Allahu ndryshon si do, thuj inshallah nëse jep leja Allahu, nëse do Allahu subhanahu. Shkon pejgamberi me vete merr Ebu Bekri. Kjo është argument se lejohet nëse e di që personi i cili ka ftu për me shku te ai nuk preket nëse merr dikan me veti. Nuk ka problem. E merr dikan nuk ka problem. Lejohet nëse e di që nuk ka dëshirë, ka thirr veç ty, shko veç ti, mos ja çon edhe me veti. Për shkak se njëri nuk do. Se ti nuk e di si ka punë. Ky person nuk e ka pas problem. Pejgamberi Allahut e ka ditë, e ka marrë me vete Abu Bekrin, disa thonë që ka pas edhe më shumë. Kryesore shkon kohën e paraditës, kohën e duas. Shkon pejgamberi Allahut, kërkon leje. Kjo është argument që kur shkosh diku nuk hem në një shtëpi, sikurse më kanë shtëpinë tonë, po i të shku diku tjetër, edhe kërkon leje për me jep lejen, hym pejgamberi sa. Pasi që hym pejgamberi Allahut Azza wa Jall brenda, nuk ulet, thot kallzon më venin kash për më fal. Edhe i kallzon pejgamberi sa e zgjen një vend, një drejtim, do të ka kibla, por qëllimi është do të thotë një vend më përshtatshëm, edhe fillon merr tekbirin, fillestar edhe fillon më fal, ata i lidhen pas. Ka qenë namaz nafile.
Thonë ulemat që lejohet nga njëherë namazin nafile me falën me xhamat. Ama ndonjëherë, jo për herë. Ndonjëherë, nuk ka problem. Pejgamberi sa falet, i falin 2 rekate, jep selam, pas asaj ai propozon që me hongër një lloj ushqimi, një lloj gjelle, ngjashme me gullashin sot. E ka përgatit enkas për pejgamberin edhe ulen edhe hajnë. Ndërkohë vinë disa prej burrave që kanë qenë më hallë. Afër aty dhe vinë te pejgamberi edhe ulen e njëri prej tyre i pyet edhe thot ku është Malik ibn Duhshan apo Malik ibn Duhejshin. Ku është ky? Ato i thonë nuk e din. E disa prej tyre thonë ky është munafik. Ky nuk e do Allahun edhe pejgamberin e tij. Çfarë ju tha pejgamberi? Shikon akuzë rond. Mi thonë dikun hipokrit. Nuk është e lehtë. Pse ata i kanë thonë hipokrit? Për shkak se ky njeri ka ndejt shumë me hipokritët. Edhe është këshilluar me ta, megjithatë pejgamberi nuk e etiketoi si hipokrit. Nuk e etiketoi si hipokrit. I tha pejgamberi atyre, ose ati i tha mos thuaj kështu. Tha, a e di ti se ky person ka dëshmu shahadetin, ka thonë la ilaha illallah, edhe me atë e ka synu ftyrën e Allahut. Tha ja Rasulullah, Allahu dhe pejgamberi i tij e din, po na tha e shohim me ftyrën e tij na duket ashtu, sepse ai qëndron shumë me hipokrit. E pejgamberi tha Allahu subhanahu ja ka ndaluar zjarri i xhenemit ta preket trupin e atij i cili thotë la ilaha illallah edhe kërkon ftyrën e Allahut me atë. Ai ka dëshmu haptasi. Zemër unë edhe ti nuk e kemi hy. Edhe nuk e drejta me gjyku për zemrën e ti, për shkak se ti nuk e di. Ty gjykon bas tjashmës. Zemrën e gjykon veç Allah subhanahu. Përderisa njeri ka dëshmu shahadetin, ai është musliman edhe mbetet çështja e tij si musliman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i uzonte ata për çështje që ishin më të mira. Kur vinte dikush prej tyre, edhe kërkonte këshill, sikurse te ti tashmë një person i cili është i kufizuar e ka një smundje caktuar mendore ose fizike, vjen kërkon prej te një këshill. Ai këshillon, ndoshta dikush prej Ahmetit thotë, tamam se gjuna po vjen. Pejgamberi Allahut i ka mëshiru, edhe kur ka pas nevojë për diçka i ka këshillu. Edhe vjen i muezini pejgamberi Abdullah ibn Ummi Mektum. Edhe i thot pejgamberit Allahut azza wa jalla ja Rasulullah. Tha jam i verbër. E ka ditë ka qenë i verbër krejtësisht. Nuk kam kusht të sjellë deri në xhami. E a ka mundësi që unë të falem në shtëpi, ndonjëherë kur s'kam me kan, ose bie shi ose diçka e ngjashme, ka thonë pejgamberi Allahut azza wa jalla ka thonë tamam shko, nuk ka problem, fali. Fali te shtëpia namazin. Pas ju kthy, i tha pejgamberi ti a e dëgjon ezonin? I tha po. Atëherë tha jo. Eja fale namazin me xhamat. Mirë, dikush thot po i pari, maherat, e të bani, që i tha pejgamberi falun në shtëpi, bile pejgamberi shkoi te në shtëpi, edhe fali namazin. Ku është dallimi mes tyre? Ulemat e kështu. E të bani, thuhet që ka qenë larg. Me shtëpi kanë pas xhami tjetër ku ka qenë imam. Dhe ndërkohë ka kërkuar prej pejgamberit Allahut që ta marrë një vend tjetër, që nëse bie shi, edhe s'ka mundësi për shkak luginës kur bie mbushet me ujë, që të kalojë sepse është rrezik jetë, që ta falen shpinën e tij namazin me familjarët e tij ose me gjithat nahinat rrethin ku kanë qenë afër tij. Kurse Abdullah ibn Ummi Mektum ka qenë afër xhamisë, shumë afër. Edhe ka mund do të pas një problem për me shku për më falën xhami. Kjo ka qenë arsyeja sepse pejgamberi njëri t'i dha leje çetri qoftë. Kjo është e parë. E dyta, ulemat këtë hadith e marrin për bazë edhe thonë që namazi me xhamat është obligim. Ai i cili nuk del për me fal namazin me xhamat është gjuna. Një pjesë e ulemave e kanë këtë mendim edhe trajtojnë gjëra gjatë në librat e fikut. Një pjesë tjetër ulemave thonë që jo është sunet i fortë për në xhami, mirë, po megjithatë, muslimani si musliman duhet me ditë një çështje, se nëse nuk del në xhami, atëherë pse ndërtohen xhami shtëpitë e Allahut azza wa jalla. Nëse ti nuk vjen në xhami për më fal, atëherë çka ti ndresh me xhami? S'pi ndresh me hiç. S'pi bojmë hiç, xhamon e falmi shumë thjesht, shumë lehtë. Ku do e falmi në për rrugë nuk ka problem hiç. Sa për një xhumo. Po qëllimi është këtu se xhamit janë vend ku adhurohet Allahu azza wa jalla. Pavarësisht a është sunet i fortë, a është obligim, e jo që mbetet që sa më tepër të prezantosh në xhami, sa më shumë mundosh, për shkak se falja e namazit në xhami nuk e ka vlerën e faljes namazit ku e falti në shtëpi. Dash vlerë, e dash në aspektin shpirtëror, e dash shumë aspekte tjera. Pejgamberi sa
u akryen të atyre nevojë kur kishin nevojë ata. Pejgamberi sa ka qenë i tillë, po dhe sahabët kanë qenë i tillë. Nuk ka dashur me pas një organizat me prit 10, 20, 30 vite, 40 vite me dal një njeri, edhe me marrë një iniciativë për me ta ndresh një shtëpi për ata që kanë nevojë të veçanta. Apo sepse gjithë duhet me bashkëpunu bashkë. Shoqëria s'ka ndryshe mundësi me funksionu. Mi po ne kemi një problem se duhet dikush patjetër me dal, dikush në skenë për ti mi besu për mi ndihmu dikujt i cili ka nevojë. Ama vetë duke bën. Pse se ki problem nuk i beson njerëzve, nuk ki interes për me punu, mu angazhu në këtë aspekt, e shumë arsye tjetër. Sidoqoftë pejgamberi sa u akrynte nevojën atyre. Një grua vjen e cila ka pas problem në aspektin mental, edhe i thotë ja Rasulullah, kam nevojë diçka. Pejgamberi sa pasi ka qenë grua, edhe ka qenë vetëm, s'ka pas mahrem me veti, as vllavin, as burrin, as fëmin, pejgamberi sa mi tha nuk ka problem. Mirë po tha këshire, oj, nona e filonit, tha zgjedhni një rrugë sokak ku ka njerëz, ku kalojnë njerëz shumë. Që njerëzit kur kalojnë, do më thonë që këta dy mos jenë vetëm. Burrët dhe gruat vetmonë të mendojnë dikush kesh, jo. Atë që e ke, le të jetë ku ka njerëzit, ku lëvizin njerëzit. Edhe ashtu ndodhet, zgjedh një rrugë del, pejgamberi sa bisedon me ta për nevojën e vet çka ka, edhe ja kryen nevojën, edhe hec, edhe shkon. Ky ka qenë pejgamberi sa modest, i thjesht, me gjithë ato virtite që Allah Zogjel e lavdroi atë. Unë e thash, problemi është se në disa shoqëri, këta persona i dobojnë edhe nuk dëshirojnë që të qëndrojnë me ta. Këta persona kur rrinë, njerëzit në qenë keq. Dikush thot, po ma gjetë smujën, dikush thot, ky nuk ka nivelin tim, dikush thot, ky nuk është i aftë, dikush thot, ky me men nuk është mirë, dikush thot, ky është i kufizum, nuk ja vlen me ta me qëndru. Ma gje ka pas raste ku nuk i kanë pranu për para në për restorane, as i kanë pranu në për shtëpi, as i kanë dash për me shku. Këtë dukuri negative Islami e ka trajtu qysherët, edhe ka shërënjos, e ka largu. Ma herët Medine, thuhet se ka qenë ky problem. Ma herët Medine, thuhet se ka qenë ky problem. Me ardhen e pejgamberit sa me zbritjen e Kuranit, Allah Zogjel i ka dërgu gjitha këto pengesa. Prandaj tha Allah Zogjel, lejsen alal a'ma haraj, nuk është mëkat për ata i cili është i verbër. Wala alal a'raji haraj, edhe ai i cili çalon, edhe për ta nuk është problem. Wala al maridi haraj, edhe për sëmurin i cili është i sëmur nuk është problem. Wala ala anfusikum, edhe për vetët e tuaj që ju të hani në shtëpitë tuaj apo shtëpitë e baballarëve tuaj, e nënave tuaj e kështu me radhë Allah Zogjel e ka vazhduar ajetin. Ulema thonë që kjo është argument që nuk është problem nëse dikush të vjen në shtëpi prej atyre që është me aftësi kufizuara ose nëse ti e merr. Se nuk bëhet beti për kundrazi veç as zbut zemrën atij. Se ai nuk ka diçka që të infekton, edhe nuk ka diçka që të smun, s'ka nevojë që ka më frigu pi atina. Se edhe është njeri sikur se ti. I njëjtë, kur gjo s'ka dallim. Do shta bidëm ti ma i keqitja Allah Zogjel. Po, do shta disa aspekte i ma i minë aspektin trupor, po kjo nuk lunë rol, do thot, aspekte Allah Zogjel. Ka me sësem, ka pos për i tyre që u ka dhonë edhe detyra. Sot, elhamdulillah, i shoh me disa prej shteteve që angazhohen me ta dhe i punësojnë. Ka dhe prej firmave, fatkeqësisht, jo muslimanë, ka rrasi me pati muslimanë pak kanë po. Se muslimanë të frigohen se nëse i shef mushteria, ata nuk kanë me ble. Shtetet i angazhojnë, po shak se ata kanë nevojë. Mundu me punu 30%, 50%, 70%, do shta jo 100%, po 1% jetë vogël mundu me punu. Kryesorja ai punon, angazhohet. Kjo është e mirë edhe për ta, edhe për shoqërinë. Ta mesesem Abdullah ibn Ummi Mektumin, i cili ishte i verbër, e linte imam kur shkonte në ndonjë betejë. Dilte me sahabët, e ata që mbeteshin në Medinë, që ishin të sëmur, që kishin arsye për mos me dalë në betejë, Abdullah ibn Ummi Mektum ishte imam. U dilte atyre imam. Edhe ka dalë disa herë imam, e ka lënë vetë pejgamberi Allahu Zogjel. Poshtu, për mesesem, Abdullah ibn Mektumit ja ka dhënë mundësinë që ta thirrë ezanin e dytë në Ramazan. Ata që kanë qenë Mekë Medinë e dinë se thirrët 2 ezana në sabah. Në ezan thirr 1 orë diku përpara se me hi koha sabot. Pse thirr ai ezan? Ai ezan thirr që ty me ta bë me dije se gati është sabot. Çu. Ose ata që janë agjërushëm, që agjërojnë nesërmen, çunu hani sifir. Prej këtij ezani deri te ezani tjetër, është diku shembull 1 orë. Ata e kanë ditë. E i pari që e ka thirrë ezanin e por ka qenë Bilal. E ezanin e dytë e ka thirrë Abdullah ibn Ummi Mektumi. E ky ka qenë i verbër. Nuk e ka pa agimin e njerëzit i kanë thënë
erdhe agimi, kur erdhe agimi është ngrit, edhe e ka thirë e zonin. I ka besu pejgamberi Allahut azza wa jalla atij. Pejgamberi sallallahu ka paralemru që mos të lëndohen këta njerëzi, edhe mos dëmtohen, mos përbuzën në asnjë lloj forme. Pejgamberi sallallahu madje tha, mel'unun i mallkum është ai person i cili të verbrin e çon diku tjetër jo nga rruga vet. Një verbër vjen edhe kërkon prej teje për me uzu, ose më ndihmu me marr me çu dikun. Ti e mashtron, e çon diku tjetër, ose e merr për dorë, e çon diku ku nuk duhet, ose fare nuk të intereson. Pejgamberi më tha, i mallkum është ai i cili të verbrin e devion nga rruga e tij. Pejgamberi më lajmëroi se për krahje e ummetit bëhet veç shkaku i tyre. Dëgjoni këto hadithe që i përmenda në fillim. Pejgamberi më tha, kur Sadi tregoi se ka privilegj, ja dha një këshill shumë të madh. I tha pejgamberi ju a përkraheni si ummet, edhe ju vjen rrosku, vetëse shkaku i të dobtëve tuaj, ju që ata cmu që i keni shoqëri, edhe që ata persona që i keni me të meta fizike apo të meta mentale, apo disa dopt që janë gratë e fëmijët, shkaku i tyre Allah zot që çon rrezik. Ta dish se kur nuk bie shiu, e ma vonë bie shi, dije që ndoshta sebeb është njëri prej tyre. Kur nuk ka rrezik me një vend, dije që ata janë sebeb. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha me një hadith tjetër, tha ju andihmoni prej Allahut, edhe a ju çon Allahu rrezik, vetë shkaku i të dobtëve tuaj, do thotë që prezenca e tyre qenë ka mëshirë me një shoqëri, e nuk qenë ka dënim. Nëse i shef ata në shoqëri, dije që ata janë mëshirë për ty, me ta rikujtu Allahun, me ta rikujtu dhuntin që Allah zot ta ka dhënë ty në trupin tënd, edhe në mendjen tënde. Po do ta dish një çështje tjetër, që rrezikut që të vjen, që i shef këto dhunti, këtë shi, ato mirësi, Allah zot ta çon veç shkaku që atyre që janë çato të ngratit e çato të dobtit. Se për ndryshe Allah zot edhe shkatron. Prandaj thoshte pejgamberi se misillni ata dobtit e tuaj që i keni ju në shoqëri, sepse ju përkraheni edhe keni rrezik nëpërmjet tyre. Allah zot i çon ata sebeb që normalisht që prezenca e tyre të jetë shkak për me pasi ujë e me pas do të thotë që bereqet. Edhe me pikën e fundit për e përfundoj, pejgamberi se në porositi nëse e shohim dikë prej tyre, që ta lutim Allah në zogjër që mos në sprovoj e sikur që ka sprovu ata, që nuk është sprove letë, është sprove rëmë. Me djethat edhe pse i mëshiron edhe sillesh mirë me ta, me djethat njeriu është e rëmë ta tjetë i tilë. E prandaj pejgamberi se tha kur dikush e shef do njerin që Allah zogjër e ka sprovu me fatkeqësi, le thot elhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi. Kjo është luçi që preferohet me thonë. Falënderimi i takon Allahut i cili nuk më sprovoi, që më ruajti nga ajo që ty të ka sprovu. Se sprova mundet me qenë trup, sprova ka mundësi me qenë edhe në dunjë, sprova ka mundësi me qenë edhe në fe. E shef një person i cili ka deviju prej fesë Allahut azza wa jall, e thon këtë luçi. Elhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimmen khalaqa tafdila. Dhe Allah azza wa jall më ka bërë në një gjendje më të mirë se sa shumë prej krijesave të tij. Tha pse kush e thot këtë luçi, Allah azza wa jall do ta mbroje që mos provohet me të njëjtën sprovë që e ka po atë njeri. E disa prej dietarëve kanë thonë, këtë luçi e thon haptazi, që tani e krejt dunjoja, tani edhe ai i cili është i sumur, apo e thot heshtazi, thanë ulema që e thot në vetmi, e thot vetë. Po kur thot haptazin, nëse është një gjunaçar i cili ka ngul gjunat e tij, edhe nuk dëshiron që të pendohet, ka deviju nga rruga Allahut, e thot këtë luçi haptazi me qëllim që të dëgjoje kjo për të jetë këshill, edhe po ashtu të qetë arsye që ai të kthehet edhe të largohet nga rruga e tij ku ai është nis. Ky ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai burri i cili asjell me këta njerëz me nevojë të veçantë ose aftësi të kufizuara, këtë formë, këtë mënyrë. E jona mbetet që ne ta ndjekim atë. Kjo është Islami jon. Edhe ajo është shembulltyra jon, e jona mbetet që ne ta ndjekim rrugën e tij, e cila është rruga më e mirë, edhe këtë s'ka dyshim. E lutem Allahun azza wa jall që na bën prej tyre, edhe lutem Allahun azza wa jall, Allahu atë që e ka sprovu me ndonjë prej problemeve që i ka dhe e kufizon
ja kufizon aftësitë atij, Allah subhanahu t'ia lehtëson, Allah subhanahu t'ia ngrit gradat atij, t'ia shtoj sabrin atij, ata familje që i kanë në kujdes, Allah subhanahu t'ua shton sabrin atyre, edhe këto problemet mira të tij, elos Allahun që na mëshiron nga gjunat tona pastron, dhe elos Allah që çdo musliman të gjatë vdekot të mëshiron. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.